Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për këtë pyetje. Domethënë nuk pata nevojë që ta prekja unë emrin e hapet ju. Falenderoj në radhë parë grupin Akshef, në të cilit jam pjesë për disa kohësh, si sommelier dhe si anolog. Është një luftë e vërtetë për gjitha kantinat shqiptare për promovuar vlerat e tyre në Shqipëri. Prej disa vitesh tashmë, me shumë pronarë të këtyre kantinave, mundohemi që të bëjmë disa studime dhe të nxjerrim disa shifra vetë, që të shohim se ku jemi dhe fatkeqësisht do të fillojmë nga ana pesimiste, dhe pastaj do ja ngrej moralin nga ngadalë, po ta fillojmë mos e fillojmë brash. Kemi një problematikë domethënë shumë të madhe për promovuar vlerën tonë në Shqipëri. Unë kam ardhur shpeshherë në inkognito, pavarësisht domethënë se nuk jam shumë figurë e konsumuar në media dhe gjithçka tjetër, mundohesha të shkoja për kantina dhe pa më njohur dhe gjithashtu edhe në restorante shumë high level dhe shumë klas, por kur shohim menut dhe në restorante tona, ku jam vetëm 3 vera shqiptare dhe jemi të mbytur ka 90% në vera italiane, franceze, që hynë në Shqipëri me një shifër prej 0,7 centilitri nga Kosova, me një shifër prej 2,94 nga Italia, dhe me një shifër shumë skandaloze të 5 euro dhe 79 nga Franca, ku në Francë një verë me 5 euro nuk e gjenë, por e gjenë në Shqipëri. Në të rëndëpim nga importi shqiptar. Këto shifra janë shifra doganore, domethënë vetëm në tërmujornin e fundit në Shqipëri janë importuar thuajse 1.772.000 litra verë. Ndërkohë që për 2025 nuk janë prodhuar më shumë se 2 milionë verë. Kemi një disbalancë vërtet të frikshme në atë që ka ndodhur. Sepse duke ju të pakën nga ati ku vi, nga Franca, protekcionizmi francez bën që 97% e popullsisë të tij të konsumojë vera franceze. Në Francë, qoftë nëpër restorante, qoftë nëpër kantina, nëpër vinoteka dhe kudo, 97% e produktit është vendas. Tek 3% janë të shtetet e botës që prodhojnë, ku dominancën e ka gjithashtu Italia. Kështu që lufta është mërsi shumë e fortë, ndërsa tek ne është e kundërta. Tek ne 95% që është konsumimi i verëve të huaja në restorante. Dhe duke shkuar edhe pak më larg tek sommelierët shqiptarë, në momentin e një restoranti kur këshillojmë me çfarë shkon kjo lloj meti, sepse me këtë zonë ushqimi normalisht ka verën për kace, nuk e kanë ende kulturën dhe dëshirën e gjitha për të sugjeruar një verë shqiptare. Shkon gjithmonë tek vera më e shqitur, tek ajo që është interesi më i madh, tek vera e Italisë, tek vera e Francës.